Se unë 24 orë marri mesazhe të cilat na përkrahin i tërë kombi shqiptar në glob. Shtetë dhe si kom, kemë provu bukur mirë të avancojmë dhe të mbrojmë vlerat kombëtare, se një asgjë tjetër vetëm mbrojmë dhe avancojmë vlerat kombëtare në bashkëpunim me civilizimin evropian, cilat na janë rreziku. Do me thonë, autobusi i Deçanit, siç na quajtën, autobusi i pleqve të Deçanit, sot është bë 200.000 këtu. Të dashur me që jena këtu të 2 vjetori i grupi Deçanit, se çfarë do të na thonë dhe çfarë njerëz do të ketë, dhe çfarë organizimi. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni Ilirida Galabri. Ilirida, artistja popullit. Artista normal. E kam ditë që edhe sot do të shoh këtu. Po, faleminderit, po. 2 vjetori i lëvizjes Deçanit, po. Çka presim sot? Unë ju kam thënë edhe në fillim, 80 deri 90% e kombit është në komb. Shifni njerëzit, shifni popullin pra, të gjithë prapa lëvizjes së Deçanit, të gjithë rënjë që ju kthehen rënjëve të veta, historikisht që i kemi pas, ku kemi qenë. Çka keni prit sot, se beshomi një numër të madh njerëzve, po çka keni prit deri sot? Çka kena prit? Keni prit që kanë që ka numër i madh? Po, unë gjithmonë e kam ditë, se unë 24 orë marri mesazhe të cilat na përkrahin i tërë kombi shqiptar në glob. Si është u prit tek njerëzit? Është u prit me entuziazëm, do me thonë është të shku pak më ngadal edhe sigurt, por të gjithë i kemi në përkrahës edhe në përkrahje. Unë sot do kam edhe një intervistë tjetër me ty, po vazhdoj pimar dhe njerëz tjerë. Përshëndetje. Ilita. Po ta nalmi telefonin valla. Ju jeni? Pran Maleku. Zotri Prenk, sot është 2 vjetori i grupit Deçanit. A keni prit ma shumë njerëz, apo a doli ma këtu mos ju pengojnë? Po. Sot është 2 vjetori i daljes lëvizjes Deçanit, është ma tepër si manifestim, kështu, por edhe shfrytëzojmë edhe për koordinim, punë më të tjeshme, edhe po s'po di, me sfidat cilat jetojmë dhe problemet që i kemi si shoqëri, si shtet dhe si kom, kemë provu bukur mirë të avancojmë dhe të mbrojmë vlerat kombëtare, se një asgjë tjetër vetëm mbrojmë dhe avancojmë vlerat kombëtare në bashkëpunim me civilizimin evropian, cilat na janë rreziku, dhe kështu që po shpresojmë që edhe politika do të kthjellet, do të stabilizohemi, se kemi probleme shumë edhe me politikën, do të thonë nuk kemi institucione kredibile, nuk kemi. Kështu që jemi një situatë jo të volitshme, po vedia kombëtare gjithmonë, edhe kështu që sot kanë ardhur gjitha dhëtarë, dhe kështu që do të koordinohemi, do të takohemi dhe shpresojmë për ditë më të mira. Sot shihet që është një numër më i madh. Çka një vjet daljes në skenë? Pas daljes një vjeçare, 365 ditë në skenë. 2 vjeçare. 2 vjeçare, po. Po që ne duhet jemi të kujdes. Është temë sfiduese, është komplekse. Shumë njerëz që duhet ta kuptojnë ende se kanë kuptuar qëllimin. Do të thonë që cili është qëllimi? Qëllimi është kështu. Kjo është rezultat. Këto dalja e lëvizjes Deçanit dhe gjitha shoqata dhe organizata të tjera që kanë lidhur, janë pasojë asaj që politika çaloi. Këto janë detyrat shtetit, janë detyrat institucioneve, janë detyrat institucione të cilat duhet i kryejnë, që mos për shkollat jetë shkollë, policia, qytetaria, rregullat, ligjit zbatohet. Na u kanë përzit gjitha, kanë hyrë. Unë kam shumë mirë të thonë këto, që askush nuk e ka thonë deri sot këto që për ti, sepse gjithherë kanë thonë e lam islamin e po shkojnë ka krishterizmi, ose nuk pojnë as krishterizm do të thonë. Tash ti për thu do një rregull shumë më të qartë. Faleminderit për shqetësoni. Ne spari duhet të edukojmë rinin tonë të jemi njerëz. Pas më spari njeri. Kur je njeri i këtë edukum, njeri i mirë, do të bosh edhe djali i mirë, kujtëri i mirë, nxënës i mirë, advetari i mirë, gjitha. Kështu që besimet janë çështje private. Ne duhet ta rregullojmë shtetin.
duhet funksionojë shteti mirë, ti edukojmë rinin tonë ta dujnë atë dheun. T'ja ndërtojmë atë dheun, t'ja bëjmë atraktiv, t'ja bëjmë atë dheun, që ata të rrinë në dheun e vetë. Nuk është fjala, nuk kam jetë kot e bukur a dheut, ku pështi përëndis që urë Shqipëria jonë. 20% e njerëzve këto po duket që janë akdetarë. Shumica pjesa dërmues janë me të kaluar adhëtare, njerëz të vujtur nga jeta, nga pasojat e pushtuese dhe kështu që u detyruan prap dalin në skenë dhe t'i mbrojnë vlerat kombëtare të cilat na janë cenu. Janë me skenar të porositur nga qarqet që nuk ja dojnë të mirën t'i venis. Nuk ja dojnë të mirën t'i venis. Janë qarqet të porositura, cilat e shfrytëzojnë edhe varfrinë tonë që kemi këtu edhe kështu që ju faleminderit se tani po faleminderit që ishe pjesë jona. Iliri tashmë je njoftur me deklaratat e tua bombastike, e ke thyer ata punë tek njerëzit. Ilirida tashmë as 2 vite ka qëndru stoikisht deklaratave apo je dëshpëru apo Unë ju qëndroj deklaratave të mia, ato që i kam thonë nëpër media, i them edhe sot që 80 deri 90% kombi është në komb. Do me thonë, autobusi i Deçanit, si që na quajtën, autobusi i pleqve të Deçanit, sot është bë 200.000 këtu. Shme autobusa keni ardhur? Po, na kanë quajt autobusi i pleqve të Deçanit, edhe shumë bashkëpunëtor që kanë qenë aty nëpër media, bashkërisht me mu, më kanë thonë, kur të jemi në debate tjera, ju, veç numri ju i ka me ra. Përkundrazi, unë të gjithëve ja u që një selam apo mesazh që na nuk jemi zvoglu, na veç jemi rrit, jemi bu, as ma shumë, as ma pak, se 1 milion e pritet edhe 10 milion të bëhemi, të kthehemi në fen e të parëve tonë. Lirit, me ta shoh edhe kryqin tash. Po. Po shkon edhe kish. Po shkojnë kish. Çish po të presin njerëz. Po më presin jashtëzakonisht mirë, sikur gjithmonë, se Ilirida është edhe artiste e popullit, çish më kanë prisë si artiste, më presin edhe tash, edhe si e krishterë. Ka ndru domethënë kur gjo. Ka ndru çka ka ndru. Ka ndru Ilirida në botën shqiptare, në mbar kombin që mbi 10 milion shqiptar tash vetëm e njohin Iliridën. Unë prita sot që do të na interpretosh edhe ti. Ndëgjoj, kam qenë disa ditë shumë e smur, edhe kështu që nuk kam qenë në gjendje edhe me bë edhe një interpretim për sot, por ditët na vijojmë. Kjo është rrugë gjatë, edhe na duhet me punu si që kemi punu deri më tani, do të punojmë edhe 10 herë edhe ma fuqishëm. Kështu po shkëlqen xixa. Po, normal që po, se si artiste popullit pak ma edhe garderoba është ma unikate, po. Çfarë mesazhi ju kishe dhënë njerëzve? Mesazh të gjithë të kthehen në ronjve të veta. Faleminderit që ishe. Faleminderit edhe ju.